kushtetuese, që ju tregonte që ky kuvend ka shkelur të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozitës për të shprehur, për të diskutuar, për të marrë kohën e nevojshme për ndryshimet rregullore, ju vazhdoni në mënyrë të njëanshme të propozoni ndryshime në rregullore, siç nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara jush që ndryshimet rregullore të jenë të njëanshme, dhe kush është thelbi i ndryshimeve? Thelbi i ndryshimeve është të godasësh pikërisht atë që ju tërhoqi mendje gjykata kushtetuese, pikërisht atë që ju rrëzoi gjykata kushtetuese, lirinë e shprehjes deputetit, hapësirës deputetit për të thënë të vërtetën, për të thënë hallet e qytetarëve, për të denoncuar korrupsionin qeveritar, për të kërkuar llogari juve. Kemi diçka procedurë? Po, procedura këtu është që ju propozoni me vendimarrje të grupit tuaj të Partisë Socialiste që koha e deputetëve të përgjysmohet. Nuk është diskutim procedurë, është për procedurë. Nuk është për procedurën e ditës sotme. Jo, nuk është për procedurën. Do ktheheni te procedura? Po, do kthehem te procedura, se te procedura janë, dhe procedura është që të rriqini ato ndryshime. Nuk i kemi sot në rendin e ditës, nuk kam asgjë që lidhet me rregullore. Që t'i fusni në rend ditës, siç ju do qefi. Atëherë, faleminderit, zoti Tritan Shehu. Për procedurë. Se s'është për procedurë, zoti Palliri. Ishte për procedurë, po. Në përgjigje të zotit Bardhi. Unë kam për të ngritur një problem që e kam ngritur edhe në kaluar, edhe në komision e jashtëm, dhe shoh një indiferentizëm të plot, absolutisht nga kjo majorancë, kur duhet të vinte në procedurën e parlamentit, në rendin e ditës parlamentit, një element të sensibël për shqiptarët, për atë që po ndodh. Janë 3.000 shqiptarë, mbi 3.000 të bllokuar në zonën e luftës, në lindjen e mesme. Dhe këtu nuk vjen as ministri i jashtëm, as një përfaqësues i qeverisë të raportojnë parlamentin shqiptar ç'po bëhet. Ku nuk është ngritur akoma as uniteti i krizës, ku nuk po hipen as një shpresë pa ata njerëz që janë bllokuar atje, ashtu si po ndodh me vende të tjera europiane, ku çdo ditë raportohet disa herë në parlament, në komisionet përkatëse, nga drejtuesit e ministrisë së jashtme, të ministrisë brendshme dhe nga komisionet përkatëse. Shqipëria ka ishte të plot. Ka realisht një situatë diskriminuese ndaj shqiptarëve, një braktisje të shqiptarëve në ato vende të vështira, në ato mënyrat, në ato jetë vështirë po bëjnë, dhe në ato probleme të mëdha që po ndodhen atje. Ashtu si akoma ky parlament nuk ka dalë me një deklaratë të tij të qartë, zyrtare, që është në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto përpjekje për të prevenuar terrorizmin iranian, armatosin me bërthamore të Iranit dhe sulmet që po bëhen ndaj vendeve të tjera të rajonit. Kjo është detyrë e parlamentit dalë zyrtarisht për të gjë, siç kanë dalë parlamentet e tjera. Nuk mund të heshtim, nuk mund të rrim pa thënë qashit gjëra duke vënë pikën mbi i në pozicionin e parlamentit shqiptar në këto momente që po kalon lindja mesme, në këto momente të përfshirjes Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar paqen, stabilitetin dhe luftuar terrorizmin, jo vetëm në atë zonë, por shumë gjërë. Pra këto dy elementë që ne do të dalim. E para, duhet raportuar të qartësisht ç'po bëhet për 3.000 shqiptarët. Çfarë masa janë marrë? Çfarë probleme evakuimi, çfarë probleme evakuimin e tyre? Pse s'është krijuar uniteti i krizës si një organizëm ndërnacional në Shqipëri? Pse nuk raportohet për ditë për të gjë? Po fshihen deklarata zyrtare të ministrisë së jashtme mbas atyre elemente që po bëjnë qeveritë atyshme për refugjatët të shtiqen atje apo për tuaj që janë atje. Ajo është tjetër gjë. Nëse japin mëngjesin falas ato qeveri apo i vend të akomodohen diku. Rësikat ç'po bën qeveria shqiptare dhe s'po bën asgjë. Në mënyrë absolute kanë praktikisur shqiptarët, kanë praktikisur qytetarët shqiptar në vështirësitë e mëdha që ata janë. Prandaj urgjentisht kërkoj këtu të ndaloj parlamenti, të raportohet për të element, të diskutohet. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Erald Kapri, procedurë. Faleminderit. Zoti kryetar, sapo ka ndodhur një ngjarje e rëndë e cila cënon rënd parlamentarizmin në Shqipëri dhe ju siguroj që zoti Manja nuk ishte në bibliotekën e Kuvendit, po ishte duke bërë rolin e prokurorit politik dhe përjashtoi kolegun tim Sheja për 20 ditë nga parlamenti. Pse? Sepse tregoi për dhunën ndaj banorëve të Rjollit. Sigurisht mund të vazhdoni të qeshni sërish. Tani zoti kryetar, ju nuk ndodhesh në sallë atë moment, po jam i bindur që keni parë videot. Gjeni një moment kur është cënuar parlamentarizmi, kur është përdorur fjalë fyerje. Po përkundrazi, pas javës së gjelbër na lini vetëm 2 minuta për të folur dhe ndonse i kërkova nën kryetares të japi 2 minutat e mia, sërish nuk ja dha.
edhe në to kushte sigurisht ai do kërkonte respektin e fjalës. Gjeni një moment që fyu, gjeni një moment që shkeli rregulloren. Por sërish përdorni lloj-lloj komisionesh etike në parlament për të bërë prokurori politike. Ku e keni parë ju të përjashtoni kryetarin e një partie që ka marrë 50.000 vota. Mungojnë 50.000 vota sot tu në votbesimin e qeverisë. A është më tepër që e keni bërë edhe më përpara, e keni përjashtuar nga kuvendi, pikërisht e ka kërkuar dorëheqjen Belinda Ballukut këtu përballë. Dhe përjashtoni sërish nga kuvendi sepse tregon dhunën e policisë së shtetit dhe një policie private ndaj banorëve të rrjollit. A është ky parlamentarizëm, zoti kryetar? Si mund përjashtohen deputetët kështu? Ndërkaq, u kemi kërkuar që të bëhet edhe një seancë dëgjimore me banorët e rrjollit, sërish keni refuzuar. Kuptohet arsyeja pse, gjithsesi ne do bëjmë një protestë në orën 6 para parlamentit me të gjithë njerëzit që kanë probleme me pronat në këto 35 vite, sepse është një çështje kombëtare. Dhe ndaj kjo që ndodhi sot me përjashtimin e shehajt është një sulm i rënd ndaj parlamentarizmit që ne do e çojmë shumë larg këtë problem. Faleminderit. Faleminderit. Ju rikujtoj edhe një herë që kemi një agent të ngarkuar sot dhe nuk mund të përdorim të hapësirën e procedurës pa folur procedurë, por për gjithçka tjetër. Po, dakord, po kam listën këtu, zoti Gjekmarkaj. Zoti Koreshi, keni diçka për procedurën? Jo. Zoti Klliçi për procedurë? Apo t'ja japim fjalën zotit Berisha për procedurë? Ta mbaroj unë. Shiko, Niko, duke qenë se rikthehen pas 3 muajsh, mendova se kishe reflektuar edhe i kishe marrë parasysh edhe gjitha shqetësimet edhe të partnerëve, edhe takimet që ke bërë, se je nga të paktët politikanë që je pritur të majorancës edhe në Amerikë, po me sa duket largimi i ministres jashtme, si pjesë e klubit të anglishfolësve në PS, të ka detyruar të radikalizohesh nga një merak i brendshëm që mund të kesh. Është absurde, ma lër për procedurë se po tenton të merresh fjalën nga 3 muaj që s'jam parlament. Kam 3 muaj që s'jam parlament. E nise me zotin Balliu, e nise po për procedurë kisha, e nise me zotin Balliu, 3 muaj edhe ai përjashtuar i hoqe fjalën. E tentove me zonjën Zhupa, e vazhdove me kreun e grupit parlamentar të PD-s, nuk e kuptoj këtë qasje tënden. Është absurde. Kjo shkon paralel edhe me nismën e Partisë Socialiste për të ndryshuar sërish në mënyrë të njëanshme rregulloren dhe për të përgjysmuar minutat e deputetëve nga 10 në 5. E përmendi pak edhe zonja Zhupa parafolsja. Marrim vesh, tash po shoh dhe ulsi, unë marr vesh unë që ngam ndar mirë se Agron Sheja që ka përjashtuar për asgjë, 20 ditë. Ndërkohë vijoni me këtë lloj procedure dhe vijoni me këtë lloj vendimarrje. Niko, shkëputu nga qasja që ka marrë ky kuvend për të bërë mburoj, ta them sinqerisht, për të bërë mburoj e korrupsionit. Unë jam përjashtuar me vendimarrjen tuaj dhe të Komisionit Etikës drejtuar nga Ulsi Manja, sepse kam kërkuar pikërisht të zbatohet kërkesa e prokurorisë posaçme për masën e sigurisë për zëvendës kryeministren, dhe të vinte në renditën seancë dite se është çështje prioritare. Këtë e kërkon Brukseli, këtë e kërkojnë shqiptarët, këtë e kërkon integrimi evropian i vendit. Por është absurde që pas 3 muajsh të vim parlament dhe situata të jetë më agravuar. Është absurde që ti privosh deputet të opozitës nga e drejta edhe për replik, edhe për fjalë dhe të ndërhyshën fjalë madje. Pak më parë i përfunduat minutazhin zonjës Zhupa para se të mbaronin edhe ato sekonda, pak sekonda që kishte. Kështu që sinqerisht, zoti Beleshi, ne kemi 3 muaj që unë nuk jam personalisht, bashkë me 5 kolegë tjerë rikthehemi në seancë. Është e turpshme kjo mënyrë drejtimi e seancës. Kur nuk keni asnjë fyerje, asnjë etiketim as nga deputetët e opozitës dhe për më tepër çohet kreu i grupit parlamentar të PS-s, fyen kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, fyen deputetët e opozitës, i flet edhe në emër të besimit dhe ndërkohë i tërhiqet vëmendja kreut të grupit parlamentar të PD-s. Kjo është e paimagjinueshme, sinqerisht. Ndaj, unë do të kërkoja të futemi në normalitet në këtë seancë, lini edhe provokimet, lini edhe këto tentativa për ndezur konflikt brenda opozitës. Ju garantoj që është mirë për ju të qëndroni në lartësinë e detyrës tuaj. Faleminderit.